Përshëndetje shenja Luanit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi nderi lart dhe jepi kohë. Java ju gjen në një pozicion ku e ndjeni vlerën tuaj. Nderi lart flet për respekt, për një nivel ku nuk jeni më në dyshim për atë që përfaqësoni, por menjëherë pas kësaj vjen i jepi kohë dhe këtu fillon tensioni i brendshëm, sepse ndërkohë që ju e dini që meritoni më shumë, realiteti nuk po e reflekton menjëherë atë ritëm. Është sikur i jeni gati për hapin tjetër, por koha nuk është sinkronizuar ende me ju. Kjo krijon një ndjesi pritjeje që nuk ju pëlqen shumë, por që është pjesë e procesit. Jo çdo gjë që ka vlerë ndërtohet shpejt. Në familje kemi pritshmëri dhe seksualiteti. Në familje ka një atmosferë që nuk është aq e thjeshtë sa duket. Pritshmëria sjell ndjesinë që dikush pret diçka, që mund të jetë sjellje, rol, reagim, dhe këto pritshmëri mund të mos thuhen drejt për drejt, por ndihen. Seksualiteti nënkupton një afërsi që nuk artikulohet, një tension emocional që mbahet brenda, ose dinamika ku ndjesit janë më të forta sesa ajo që lejohet të shfaqet. Në kontekstin e një çifti të martuar, unë do të thoja se mesazhi bëhet shumë i qartë dhe realist. Ka pritshmëri të pashprehura për afërsinë mes jush, pra mes një çifti të martuar. Njëri nga ju mund të kërkojë më shumë intimitet, më shumë vëmendje apo më shumë lidhje emocionale, ndërsa personi tjetër mund të jetë më i tërhequr ose i fokusuar tek rutina dhe përgjegjësitë. Pra njëri partner mban lidhjen në këmbë dhe personi tjetër kërkon ta ndjejë më shumë. Kjo krijon një ndjesi që diçka mungon, por nuk thuhet hapur dhe mbetet si tension i heshtur në marrëdhënie. Në dashuri kemi komunitet dhe angazhim. Këtu kemi një skenë më të hapur, kemi njerëz, ndikim nga jashtë, një lloj strukture që shihet. Komuniteti sjell praninë e të tjerëve, opinion, rreth, ndikim social. Për disa nga ju, këto karta tregojnë një lidhje që ka mbështetje, që ka stabilitet dhe potencial për të ndërtuar diçka afatgjatë. Është një marrëdhënie që pranohet dhe forcohet nga rrethi, ku ka dëshirë për angazhim real dhe hapa konkret drejt së ardhmes. Kjo energji sjell ndjesinë e përkatësisë dhe sigurisë në lidhje. Për disa të tjerë, këto 2 karta tregojnë për një lidhje që ekziston dhe mbahet, por që ndikohet fort nga rrethi dhe mënyra se si duket nga jashtë. Ka angazhim dhe vazhdimsi, por jo gjithmonë kjo shoqërohet me të njëjtin nivel ndjenje nga brenda, nga ju ose nga personi juaj. Mund të jetë një lidhje që ruhet për stabilitet, për imazh, apo sepse është ndërtuar tashmë dhe edhe nëse emocionalisht nuk është aq e plot sa duket. Në punë kemi udhëtim dhe kafshë shtëpiake. Në punë duket se ka një lëvizje që prek drejt për drejt zonën tuaj të rehatisë. Mund të jetë largimi ose ftohja e një personi që e keni konsideruar të afërt dhe të besueshëm. Ose mund të ketë një ndryshim që ju nxjerr nga rutina ku ndiheshit mirë, por që nuk ju zhvillonte më ndoshta. Kjo energji vën në provë besnikërinë dhe ju përball me një zgjedhje. Të qëndroni në atë që është e sigurt apo të pranoni një lëvizje që fillimisht duket e pasigurt, por që ju çon përpara. Edhe pse mund të ndihet si një humbje e vogël, në thelb është një zhvendosje e nevojshme që hap hapësirë për diçka më të përshtatshme për ju.
Në Prism Oracle kemi reflektim. Këtë javë është një përballje me të vërtetën tuaj, nuk është thjesht të mendoni për të shihni pa filtra. Çfarë po ndjeni realisht dhe çfarë po mbani vetëm sepse duket ose duhet. Është momenti ku maskat bien, edhe ato që u vendosni të tjerëve, edhe ato që ju i vendosni vetes. Me pak fjalë, duke parë qartë brenda vetes suaj, filloni të shihni qartë edhe gjithçka rreth jush. Paçim.